Edhe në kurriztim dallohet qartë një mingopje e shpatit me ujë. Kjo ka shkaktuar dhe rrëshqitjen. Kreu i autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozeli, në një prononcim për mediat pas rrëshqitjeve të dherave në aksin Librazhd-Qafëthan, e cilësoi ngjarjen si pasojë të një fenomeni natyror. Ai deklaroi se shembja është shkaktuar nga mbingopja e malit me ujë, duke shtuar se kjo gjë është e dukshme edhe me vëzhgim të drejtë për drejtë, pa pasur nevojë për analiza të thelluara. Sipas Kozelit, megjithse trasa e re rrugore kalon mbi zonën ku ndodhi rrëshqitja dhe në terren po punojnë çdo ditë mjete të rënda, punonët nuk kanë ndikuar në destabilizimin e masivit shkëmbor. Ai theksoi se nuk ekziston asnjë lidhje mes ndërhyrjeve të kompanisë ndërtuese dhe shembjes së ndodhur. Rrëshqitja masive e dherave dhe shkëmbinjve ndodhi në zonën e Dragostunjës, duke bllokuar plotësisht të dyja korsitë e aksit kombëtar Librazhd-Qafëthan, një nga rrugët më të rëndësishme që lidh juglindjen e vendit. Si pasojë, qarkullimi u paralizua për orë të tëra dhe u bllokuan 10 automjete, mes tyre edhe një ambulancë që transportonte një paciente drejt spitalit të Elbasanit. Stafi mjekësor u detyrua ta transportonte paciente në këmbë përmes terrenit të vështirë. Rruga është pjesë e një projekti zgjerimi dhe reabilitimi që po realizohet nga kompania ANK SHPK me një fond prej rreth 29 milion eurosh. Ndërkohë, raportime të shumta dhe reagime politike kanë hedhur dyshime mbi rolin e punimeve në përkeqësimin e situatës, duke kundërshtuar versionin zyrtar se bëhet fjalë vetëm për një fenomen natyror.